A dini cili është instrumenti më i fuqishëm për me e shfaq brendësinë, po për me shfaq edhe tradhtinë, po për me shfaq edhe gënjeshtrën tek një njeri? Patjetër dhe pa asnjë dyshim nuk ka instrument më të fortë se koha. Koha është ajo që i qet gjitha gjonat në shesh, i qet gjitha gjonat në pah, në dukje. Pra nëse dikush ka fol ose ka premtu ose është shtir ose ka bë vepra të cilat është mundu me u duk dikush në të vërtetë është dikush tjetër, edhe ka pretendu edhe ka rrejt edhe ka premtu edhe kështu me radhë, lënjani kohës se koha është ajo e cila i zbulon. Pa asnjë dyshim ka me i zbulu gjithë njerëzit se çka kanë pas për qëllim në këtë botë para botës tjetër.